Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi në rubrikën e intervistës. Sonte kam një të ftuar shumë të veçantë. Ai është një këngëtar nga Tetova, por që jeton në Zvicër. Është Imri Murati. I nderuar, mirë se erdhe në emisionin tim. Faleminderit edhe për juve shumë. Është kënaqësi që të jem këtu në mesin tuaj. Faleminderit. Është një kënaqësi dhe një privilegj që pikërisht për zgjodhe emisionin tim që të shpalosësh projektin tënd që do sjellësh për fansat e tu dhe për publikun. Imri, të fillojmë me fillimet e karrierës tuaj. Kur ke filluar të merresh me muzikë? Unë merrem që prej fëmirisë me muzikë. Unë e kam pas moti, do me thonë prej fëmirisë, qef këtë punën e muzikës, edhe ja kam filluar si hobi, si për qef me kënue, por shoqënia tani tu rrit, tu vo maj math shoqënia dhe njerëzit më thoshin bon diçka ma shumë, bon diçka se e shofim që mush diçka me arrit ma shumë. Edhe tani me kohë e pash edhe vetë vetën, u binda që me të vërtet është një diçka nga zemra që dilte për punën e muzikës, edhe fillova të mirëm ma shumë me gjona profesionale. Kur ka qenë ngjitja juaj e parë në skenë si këngëtar dhe e mbani mend të këngën e parë që keni kënduar? Unë kam kënuar shumë në për ahengje, në për dasma, ma shumë jam marrë me dasma, por një koncert i madh që është bërë për mua, sefte që kom dalë në publik, është kanë në vitin 2009, folet për koncert i madh me skenë, në Bine, është në Zvicër, në Adorf Turgau, është që kam marrë pjesë, a kanë bashkë me ne edhe Naim Abazi dhe Mirja Braha, në Adorf Turgau, a kanë koncert. Ati është hera ime parë që kam marrë pjesë në mbrëmje koncert, ashtu me shumë njerëz. I nderuar, ju këndoni një zhanër të muzikës që është edhe komercializëm, që është zhanri tallava. Sa je aktiv në për darsma dhe në për ahengje, dhe a e kërkojnë këtë muzikë edhe në Zvicër? Po, shiqoni, muzika tallava është kohët e fundit, është përhap shumë dhe ndëgjohet shumë. Por nuk është puna vetëm tallava. Unë për veti gjithmonë kur kam shkuar diku me kënue apo na për diskoteka të lloj ndryshme në Zvicër ose në mbrëmje dasmore, familjare, ahenge të ndryshme, kam kënue këngët e mia, kënga dasmash, por gjithmonë shembull na për diskoteka në Zvicër, gjithmonë ti kënon kënga normale dhe vjen dikush dhe thot, "Jo, po kam qef me kënu tallava." Kështu, kërkohet shumë, në Zvicër kërkohet tallavaja shumë, por nuk thom që zbon ose diçka me fol për keq, në Zvicër lipat shumë tallavaja, është e drejtë. Përpos muzikës tallava që ti këndon, ke kënduar edhe këngë balata, këngë që preken në shpirt. Njëra ndër baladet e tua më të suksesshme është Nëse je pishman. Mos gaboj, apo është kështu? Ashtu është. Mund të më thuash kush e ka bërë tekstin e kësaj balade dhe a ka të bëjë kjo balad diçka me jetën tënde private? Qysh me thonë, muzika balad varet njeri qysh po e merr, dikush është i mërzitur në momente dhe ka qef me ndëgju naj balad. Dikush për qefi, dikush e nin rastisht dhe si cili e ndjen ndryshe. Por unë çdo këngë që e kënoj mas shumë të kur vjen kënga punë e balladës e kënoj me zemër, se ashtu është edhe unë e kënoj me gjithë zemër. Është dikush me rëndësi, dikush hajtë ta kënoj një balladë. Është emocionuese, për çdo këngë është ndryshe. Dhe ti ke falë shumë emocione në këtë balladë, mund të thuash se ka të bëjë diçka me jetën tënde apo është vetëm autori i këngës që e ka bërë? Do të thonë tekst shkruesi. Me jetën time nuk private, personale nuk ka asgjë të bëj, por e kam kënu sipas ka qenë faja që e ka shkruar këngën, apo? Muj me elon qashtu. I nderuar, të kalojmë pakës tek muzika tallava. Sa je aktiv ti në për ahengje, në për diskoteka? Unë kam kënue në për Zvicër, në për lloj kafe të ndryshme, si për shembull në diskotekë restorant Pandora, është në Vil të Zvicrës, në për
ka shumë diskoteka në Zvicër. Çfarë atmosfere krijojnë shqiptarët në Zvicër? Atmosfera është shumë e mirë, shumë e bukur. Kur shkosh diku në skenë, kur del para publikut, krejt janë të mirë, je shumë i mirë pritur dhe e bën me gjithë qejf atë punë. Tani do ta bëj një pyetje shumë interesante që besoj që duat ma thuash të vërtetën. Çfarë ka Zvicra më shumë se Tetova dhe kundërta e kësaj? Zvicra ka më shumë punë dhe shumë stres për njerëzit që jetojnë në Zvicër, ndërsa në Tetovë këtu janë njerëzit, mendimi im është e kështu që janë njerëzit ma pak e marrin sendet më serioze, ma nuk kanë stres, janë më të lirë, që kjo është. Kjo do me thonë qenë ka ajo që ka Zvicra më shumë se Tetova, më shumë stres. Puna dhe stresi. Të kalojmë pakës nga kjo pyetje shumë interesante tek karriera juaj si këngëtar. Sa je aktiv në përdarsma dhe mund të ma thuash atë ndjenjën që ti ndjen të këndosh në një darsëm shqiptare? Po, unë me dasma mirëm moti, kam dasma mirë, është kretë në rregull ashtë, kam darsma. Kur shkoj dikun për mua është një kënaqësi e madhe dhe e bëj punën me vullnet, me gjithë qejf. Do me thonë, ku të shkoj une, Kam dëgjuar se në përdarsma ti bën namin. Do me thënë ngre shumë atmosferë. Është e vërtet, une për fillimit nuk ja nisi një herë me ndes atmosferën, ndërsa ja nisi dal nga dal, po dikun ka mesi, si pas atmosferës, mundohem maksimalisht me e ba punën. Imri, ti jeton edhe në Zvicër, por ke dhe familjarë në Tetovë. Si ke raportet me kolegët e tu në Zvicër dhe këtu? Une e kam kriju ma shumë rrethin, une jam lind në Zvicër, jetoj në Zvicër, do me thonë unë ma shumë shoqni dhe rrethin që e kam janë në Zvicër. Këtu, tash që ja kam nisë ngalgadal me ma shumë me bo sene publike, puna e muzikës, kam nisë edhe këtu disa njerëz të kam nisë me mnjoft, me bo edhe ma shumë shoqni, me bo sene ma shumë për këta njerëz, dërsa ma shumë jam në Zvicër aktualisht me punë me projektet dhe me projektet e mëdha. Imri, përpos muzikës, me çfarë pune merresh tjetër? A ke ndonjë hobi? Kam edhe hobi të ndryshme, si për shembull futbollin, por pas muzikës unë punoj edhe si shofer në Zvicër të kamionit. Do me thonë me muzikë edhe si shofer punoj, do me thonë kom shumë edhe kohë jam vetë për ndju muzikë, për mësu këngët e reja që dalin, me ndëgju diçka ma të re, ma mirë jam vetë, do me thonë i bie prap punat e muzika. Pikërisht merres përsëri me muzikë. Bën tifo për ndonjë ekip futbollit? Cilin ekip të futbollit e preferon? Mu për veti thoma jam me Barca. Barcelona. Që kemi një. Gjithmonë fitoj. Imri, të kalojmë pakës nga hobi juaj dhe nga jeta profesionale që bën si një këngëtar tek jeta private. Je i martuar, a keni fëmijë? Jo, nuk kam fëmijë. Jam i martuar, por fëmijë ende nuk kam. A ju mbështet bashortja juaj në karrierën tënde si këngëtar? Po, edhe ato shumë se gratë normal kë vjen puna si për shembull si këngëtar, kur shkosh dikund ka edhe shumë femra, zonjushe, zonja tjera që janë xheloze. Por jam shumë i kënaqur, i kam raportet shumë mirë dhe jam shumë i lumtur, edhe më mbështet shumë tek puna e muzikës dhe gjithmonë kanë me mua edhe besoj që do të jetë deri në fund kështu. Dhe ne përshëndesim bashortën tuaj dhe unë ju uroj që të jeni sa më të lumtur. Do kalojmë pikërisht prapë te muzika. I nderuar, ti ke bërë edhe klipe edhe balada. Mund të më thuash me cilin këngëtar të muzikës tonë shqiptare do të kishit dashur të bëni një duet? Por momentin nuk muj me cek dikënd direkt për kënd, por ka shumë këngëtar të mirë dhe këngëtare të mira për duet. Por tash për momentin nuk muj me thënë direkt du kam qef me qëta, se krejt janë të mirë dhe krejt janë të mira që këndojnë. Por në të ardhme kismet
kom shumë qif me bo diçka ma ekstra për publikun dhe për fansat, dhe me kanë thonë dhe me kanë vetë shumë njerës kur do të bësh diçka duet me dikën. Por në të ardhmen besoj që do të vije koha të bashkëpunoj me dikën, me bo naj duet, për diçka ekstra surprize. Sipas teje, cili është këngëtari që ju do të kishi propozuar për të marrë pjesë në duetin tuaj? S'ka ndonjë emër? Për momentin s'muj me thonë sakt kënë. Në rregull, e ngushtuan pak si shumë Imri jon. Imri, mund të më thuash tani se cilët janë planet e tua për të ardhmen? Çka do të sjellësh për publikun shqiptar? Ke ndonjë rësi që dëshiron ta bësh sonte ekskluzive në emisionin tim? Por sonte, nëse keni qef në ballat, në pjesë shkurt muj me ja u knu live, diçka të re, jam të e punuar, është kënga të u punuar, do me thonë, ja kom nis një projekt të ri, ku kënga e bon Virusi, më kanë ndihmuar shumë, dësha ta falenderoj dhe ta përshëndes shumë producentin Arifi Bishin, i produksionit Jehona Tetov, ki më kanë ndihmuar shumë, ki më ka marrë mu përsi për albumin tim të parë që e kam bërë. Tash për momentin jemi të punuar në një këngë të re të Virusi, si që tash, edhe kjo këngë do të bëhet me spot. Por për klipin ende nuk e kemi vendosur sakt se ku do të bëhet, do me thënë janë punët. Akoma nuk e keni përzgjedhur vendin se ku do ta realizoni videoklipin? Ende jo, jemi duke punuar ku dhe kush do ta bëj. Shpresoj që të mbash fjalën që më ke dhënë që kur të bësh videoklipin të vish te emisioni im që ta promovosh. Unë të uroj edhe një herë suksese. I falënderes shumë, inshallah i gëzoj kretë publikun dhe kretë njerëzit të kësaj muzike që e bëj une, që sicili të jetë sa më i lumtur. Falënderes edhe një herë shumë. Imri, të ndalemi pakës tek albumet, nga që doja ta dija edhe nga ty. Të gjithë këngëtarët të tjerë që kanë qenë pjesë e emisionit tim kanë thënë që albumit i ka ra vlera dhe nuk vlen më të bësh një album, sepse tani ekzistojnë rrjetet sociale, ekziston kanali YouTube, që mjafton të sjellësh një video dhe të klikosh emrin tuaj dhe del kënga. Ti si mendon në këtë aspekt? A ja vlen të bësh album apo jo? Shumë e vërtet është që sot kretë merren me YouTube dhe ka lloj ndryshe faqe që njerëzit nuk shkojnë me e blet një CD apo një album, por me ndëgjuar në kerr. Por mendimi im është çdo kush për veten tim foli se albumi është një gjë e mirë ta kesh, shumë edhe kur bën puna diçka ke një album, ke diçka prezantohesh ndryshe. A për të investuar shumë në albume, nuk e di aja vlen ajo, unë tash një album e kam të bërë, edhe një klip, nuk muj shumë me fol për këtë punë, por mendoj se është gjë e mirë, të kesh sa ma shumë të kesh, aq ma mirë është. Imri, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit tim sonte, jemi në minutat e fundit. Mund të më thuash çka do të sjellish për fansat e tu dhe për publikun shqiptar? Unë jam në përgatitje të një këngë së re. Këngën do ta boje dhe do ta përpunoje komplet e menaxhon Virusi. Dësha dhe ta falenderoj shumë zotri Arifi Bishin të produksionit Jehona Tetov. Më kanë ndihmuar shumë. Dësha ta falenderoj dhe ta përshëndes. Dhe gjithashtu më ka ndihmuar këngëtari i mirënjohur Nezir Voka. E falenderoj shumë, i që të fala shumë. Edhe ai më ka ndihmuar shumë për muzikën, por mendojmë se videoklipin që do ta bëjmë për këtë punë ende nuk kemi vendosur se ku do të bëhet sakt. Akoma nuk e dini se në cilin vend do të realizoni videoklipin? Është punë e videoklipit, po vetëm këtë ende janë puna të qelë, nuk e dim se sakt kush dhe kush do ta bëjë dhe kush do ta marrë përgjegjësi këtë punë, janë ofertat ende të qelë. Unë të uroj dhe njëherë nga zemra që të kesh suksese me këtë projekt që do të sjellësh. Faleminderit edhe një herë nderuar që gjete kohë të ndajsh për emisionin tim. Gjithashtu nga ana ime, faleminderit shumë për ftesën që më keni bërë këtu te TV Koha, edhe unë ju përshëndes shumë, faleminderit shumë për ftesën, u shihmi për të mirë inshallah. Faleminderit shumë, ishte një kënaqësi për mua.
Të dashur teleshikues, kishte dhe i fturi imi radhës në emisionin Koha Selekt. Ju vazhdoni të qëndroni në vazhdim me rubrika që unë dhe ekipi Koha Selektit i kemi përgatitur për juve.